Sepse duhet edhe mos lëvizin pacientat gjatë atij ekzaminimi, është shumë e rëndësishme. Ekzaminimi I rezonancës magnetike për dallim pi tjera, do të thonë kërkon qetësi plot. Edhe frymëmarrjet e shpeshta frymëmarrjet e shpeshta, se pacientët që kanë frikë, pak janë hapësira të mbyllura. Ndoshta mundën të qëndrojnë, por për shkak të frymëmarrjes shpeshta, trahnet shpeshta të zemrës, na krijojnë lëvizje të mëdha, domethënë ai nuk lëviz me trup, por lëviz frymëmarrja, trahnet e shpeshta të zemrës, edhe krijojnë artefakte të lëvizjes që mbas ne vështirësojnë diagnozën, domethënë inqizimin e bëjnë jo shumë të këndshëm për me lexu. E jo shumë të çastshëm me lexu tamam saktë. Në këtë rast përsëritet apo? Duhet mu përsërit, ose duhet me vazhdu me përcjell tutje me metoda tjera që kene. Funksionon për arsye se ki pacient që refuzon me him rena. Po, për shkak të frikës, refuzon për shkak frikës, klaustrofobisë, edhe nuk vendos me hisë, është hapësirë mbyllur. Po. Për momentin janë kryesisht rezonanca, ka dhe rezonanca të hapura, por për gjithë nuk deri më sot nuk kena kojlla që janë me të hapur.